Vehbi Sulejman Gavoçi lindi në qershor të vitit 1923 në lagjën Garuc të Shkodrës. Mësimet e para të fesë i ka marrë nga babai e më pas nga Shuaib Domnori. Në qershor të vitit 1937, babai i tij Sulejmani së bashku me vëllain e tij Sheikh Muhamedin dhe familjet e tyre emigruan në Damask të Sirisë. Në moshën 13 vjeçare, babai do të dërgonte Vehbiun në Egjipt që të kryente shkollën dhe studimet në Azhar, shkolla më e mirë e botës islame në atë kohë. Pas 10 viteve qëndrim në Egjipt, kreu kolegjin e shariatit dhe 2 vite për drejtësi. Në vitin 1947, pas plot 10 viteve studime, ai kthehet në Siri. U emërua si mësues i lëndëve fetare në Haleb, 450 km larg Damaskut, ku kaloi 3 vite. Pas vdekjes së babait të tij në vitin 1958 në Siri, Imam Vehbiu do të zaventësonte atë në ligjërata në xhamin Arnaut, që ishte ndërtuar pikërisht nga babai i tij. Aty do të qëndronte plot 3 vite si imam dhe vajz, e më pas do të ligjëronte edhe në xhami të tjera. Në vitin 1966 shkon në Arabinë Saudite, ku ftohet për dhënë mësim në një kolegj islam. Atje kalon 6 vite, konkretisht 1 vit në Riyadh e 5 vite në Medinë. Gjatë qëndrimit në Medinë për 2 vite me radhë, 2 herë në javë, ka ligjëruar edhe në xhamin e profetit tonë Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ndërsa gjatë kohës së haxhit, ndërmjet viteve 1967 dhe 1970, ka ligjëruar çdo ditë. Pas këtyre 6 viteve kthehet sërish në Siri, ku vazhdon profesionin në vitin 1980. Në po këtë vit ai del në penzion dhe kthehet sërish në Medinë, ku qëndron edhe 3 vite të tjera. Pastaj shkon në Jordani, në Aman, ku qëndron 2 vite, duke dhënë mësim në për xhami e shkolla private. Në vitin 1988, ai shkon në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku ftohet për hapjen e një universiteti të ri islam. Atje jep mësim për 14 vite me radhë dhe përveç angazhimit si ligjërues, hoxha jon ka dhënë angazhim dhe kontribut të çmuar edhe në hartimin e plan programeve për shkollat e mesme fetare në Siri, në lëndë të ndryshme si në fik, në hadith, në trashëgimi e tjerë.